Partia e nxjerr për kafe, burri jo. Shikoj pak këtë. Si munduash partinë para burrit, se tani Për partim ka qu për kafe kësë pa qu fare. Nuk e di nëse këto emisione televizive janë reale apo është thjesht humor, por më bëri shumë përshtypje kjo grua që në gjyq televiziv deklaron hapur se preferon partinë para burrit të saj. Arsyeja sepse partia nxjerr për kafe e dëgjon, i kushton vëmendje dhe e bën të ndihet e rëndësishme. Siç e thashën parë, në fakt, ndoshta është e vërtetë, ndoshta jo, por ama ka një realitet në të cilin shumë gra identifikohen. Ndjenja e të qenurit e pavlerësuar, e vetmuar, pikërisht aty ku duhet ndihet më mirë në familjet e tyre. Bibla në mençurinë e saj të lashtë na këshillon. Burra thot, duheni gratë tuaja edhe mos u tregonit ashpër me to. Ndoshta çështja nuk është te kafja apo partia, por te vëmendja, respekti dhe kujdesi vërtet që duhet ofrojmë për gratë dhe nënat tona çdo ditë në familjet tona. Po ti si mendon? Cila është mënyra më e mirë për t'i treguar vëmendje dhe dashuri familjes? Komento më poshtë, Dollit Bekov.